pra janë përmendur që nga fillimi, e qysh në ditët e para të mundësisë se ndonjë sulmi ndaj këtyre dy vendeve, qoftë Bostrilli në Kosovë, qoftë edhe kampi i Muhaxheridinëve në mans të Durrësit. Por deri tani nuk ka ndonjë shenjë që mund të ketë ndonjë sulm. Do të ndaj një informacion edhe me teleshikuesit tuaj se tashmë edhe në shtetet, edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri kanë zbritur ekipe, qofshin të CIA-s, qofshin të ambasadit të Izraelit, për të kontrolluar, për të pasur gjendjen nën kontroll dhe për të marrë informacione të sakta nëse këto përflitje, nëse këto do të jenë të sigurta, por deri më tani nuk ka ndonjë dhënë sigurt apo ndonjë lëvizje në këtë drejtim që mund të ketë probleme qoftë me Bostillin në Ferizajt Kosovës, qoftë me kampin e Mujahedinëve në dorës të Shqipërisë. Pra, deri më tani janë vetëm në suazat përfoljeve, por jo diçka konkrete që kanë këtë drejtim. Zotëri, nga ana tjetër, pas gjithë këtij diskursi shndron një makinari e mirë organizuar mediatike, pra janë kanalet proruse dhe rrjetet ultrakonservatore, të cilat kanë ndërtuar një narrativ të vazhdueshme, ku perëndimi paraqiten si armiku kryesor, ndërsa çdo kundërshtar i tij është aleat potencial. Dhe kjo propagandë nga ana tjetër nuk ndalet vetëm në teori, por ndikon sigurisht drejt për drejt në mendsinë dhe veprimet e këtyre grupeve radikale. Dhe pyetja është se sa i madh është ndikimi i të gjithë kësaj propagande proruse në radikalizimin e gjithë këtyre grupeve. Thonë drejtën, unë në fillimin e luftës kam pritur që të ketë më shumë propagandë, që të ketë më shumë reagime, sidomos të grupeve radikale islamike, qofshin në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, dhe kjo bëhet gjithmonë përmes rrjeteve sociale, mirë po shoh se nuk ka një propagandë aq të fuqishme, nuk ka reagime aq të fuqishme nga këto grupe, dhe kjo më bën që të kuptoj një gjë që këto grupe tashmë ndihen të pafuqishme për të ndryshuar ndonjë narrativ, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Maqedoni në pjesën shqiptare, ku atje janë shumë aktive, dhe nuk po shoh që ka një sforcim të kësaj propagande. Ndërsa nga ana tjetër, ku bëhen sponsorimet qoftë që vjen nga Serbia dhe shtetet të tjera antiperëndimore, kjo është vazhdimsi çdo herë propagandës serbe, sidomos për ta larguar vëmendjen nga problemet e mëdha me të cilat po ballafaqohet Serbia përkundër gjendjes ekonomike atje, vazhdon të blej armë dhe vazhdon të ndërtoj një narrativ e gjoja për një rrezik që mund që po i shfaqet Serbisë, sidomos me marrëveshjen trepashe Kosovë-Shqipëri dhe Kroaci rreth çështjes së sigurisë. Kështu që nuk shoh ndonjë diçka aq të forcuar që mund të ndikojë në stabilitetin e sigurisë në rajonin tonë, përkundër orvatjeve që po bëhen sidomos nga Serbia. Ndërsa po përcojë në zonë që grupe radikale në vendet tona, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri apo të pjesa e shqiptarëve në Maqedoni, nuk janë shumë aktive duke pasur parasysh aktivitetin e tyre, propagandin e tyre me rastin e konfliktit apo luftës në Gaza, kur në atë kohë kanë qenë shumë aktive, ndërsa tani duket një zbehje e tyre. E qartë. Mirë, zotëri, ndërkaq për të kaluar tek disa zhvillime të rëndësishme të tjera në Kosovë,
ku ndodhet tashmë në një nga momentet më të paqarta kushtetuese të viteve të fundit, bëhet fjalë për seancën për zgjedhjen e presidentit, e cila ashtu se di më shpesh zuluar dhe ku vendi është përndar me dekret. Dhe tani gjithçka varet vetëm nga një vendim i gjykatës kushtetuese. Me zgjidhje të bllokimi zëri institucional lind një dilemë shumë e madhe, pra mund të ndryshojë tashmë gara për president të Kosovës? Të drejtën sikur ja kemi marrë dorën krizave, po kalojmë nga kriza në krizë, kështu që është akoma herët për dhënë një vendim rreth se si do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, ku dekreti presidentes Vjosa Osmani tashmë është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje përmes gjykatës kushtetuese, e cila me një vendim ka bërë që edhe dekreti presidentes Osmani, por edhe funksionimi i Kuvendit të Kosovës të pezullohet për një muaj ditë, pra deri me 31 mars, kur edhe pritet që dalë vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes Kosovës. Unë shoh që zgjedhjet në Kosovë janë të pashmangshme, duke bazuar edhe në atë se nuk shihet në horizont mundësi të një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe partive të tjera opozitare për të zgjedhur një president apo presidente konsensuale që do të bënte një balancim pushtetesh në Kosovë përballë një partie në pushtet siç është lëvizja vetëvendosje me 51%. Pra duken që zgjedhjet e parakohshme janë në horizont dhe janë të pashmangshme, megjithatë edhe tek këto zgjedhje përsëri ekziston dilema nëse do të mund të prodhojnë zgjidhje, pra nëse do të mund të edhe pas këtyre zgjedhjeve të kemi institucionet e reja, pra Kuvendit dhe qeverin, dhe nëse do të ketë mundësi zgjedhja e presidentit, pasi që në Kushtetutën e Kosovës zgjedhja e presidentit do të bëhet me 2/3 edhe deputetëve në Kuvendin e Kosovës në rundin e parë dhe në rundin e dytë, dhe në rundin e tretë bëhet me një shumicë të thjeshtë prej 61 deputetëve, por me kusht që në sallë të jenë mbi 80 deputetë. Pra, një diçka që akoma lën në dilema se a janë edhe zgjedhjet e reja zgjidhje për këtë problem, pra zgjedhjen e presidentit apo presidentes të Kosovës. Kështu që presim vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese lidhur me dekretin e presidentes aktuale zonjës Osmani, për të parë se si do të vazhdohet më tutje. Edhe nëse gjykata kushtetuese rrëzon dekretin e presidentit së vendit, jepet një akord prej 60 ditëve, që sërish unë dyshoj se do të mund të prodhonte ndonjë rezultat. Megjithatë, ky 60 ditë që është synohet nga lëvizja vetëvendosje për të blerë kohë, dhe që data e zgjedhjeve të përcaktohet një datë që do t'i konvenonte më shumë të lëvizjes vetëvendosje, pasi pas 5 prillit kur të kalon mandati i presidentes Osmani dhe ajo duhet ta liroj zyrën e saj, në vend të saj si ushtruese e detyrës vija Bulena Haxhiu, që tashmë është kryetare e Kuvendit të Kosovës. Pra, partia në pushtet përmes kundërshtimit të këtij dekretit të presidentes Osmani synon edhe vlerjen e kohës për të përcaktuar një datë të zgjedhjeve që më shumti do t'i konvenonte asaj. Mirë, zëri, për ta mbyllur, ndërkaq interpretimi i kushtetutës është bërë thelbi gjithë kësaj krize politike, dhe ndërsa nga ana tjetër disa juristë thonë se mund të shtohen kandidatë të rinj, ndërsa nga ana tjetër paralajmërojnë se kjo do ta komplikonte sigurisht edhe më shumë procesin. Si mendoni se do zgjidhte situatën shtimi i një kandidature të re për president, apo do ta thellonte më shumë këtë krizë politike në Kosovë?
Unë mendoj se nuk ka më hapësirë për të manevruar me kandidat të ri, ku pa marrë parasysh kur do qoftë ai, pasi që tashmë sipas rregullores Kuvendit të Kosovës një deputet nuk mund të japë nënshkrime për dy e më shumë kandidatë të tjerë. Pra, në këtë rast, në këtë fazë, Lëvizja Vendosje ka harxhuar mundësitë e saj asaj përket dhënies së nënshkrimit apo paraqitjes së kandidaturave të tjera. Kështu që e vetmja mundësi për të paraqitur kandidaturat e tjera ka mbetur tek opozita me 30 nënshkrime. Megjithatë, unë jam shumë skeptik që Vendosje do të hyjë në këtë proces të zgjedhjes së presidentit apo presidentes, kur propozimi vjen nga partitë opozitare. Kështu që i shoh të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme, çfarëdo vendimi që mund të bie kushtetuesja, qoftë me dhënien të drejtë dekretit të presidentes Osmani, qoftë me rrëzimin e saj, zgjedhjet në Kosovë janë të pashmangshme, vetëm dilem për mendimin tim është se data se kur do të mund të mbahen ato. Për shkak se nuk mund të ketë ndonjë marrëveshje ndërmes partive politike, dhe pse zoti Kurti akoma pa dalur vendimi i gjykatës kushtetuese ftoi partitë liderë të partive opozitare për të filluar takime, bisedime, të cilat kundërshtuan duke deklaruar se janë për të apritur vendimin e gjykatës kushtetuese, mandej për të filluar këto bisedime. Por jam shumë i sigurt se nuk do të ketë rast apo nuk do të prodhojnë asgjë këto bisedime. Vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme, por që gjithmonë ruaja dilemen nëse këto zgjedhje të parakoshme do të jenë edhe zgjidhje për proceset e normalizimit të funksionalizimit të shtetit Kosovës, siç janë zgjedhjet e formimit institucioneve, qoftë kuvendit, qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes të vendit.